تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e devion dhe kë devion Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i zgjedhuri dhe i dashuri i tij dhe besniku për shpalljen e tij. Ai e çoi në vend amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun, ashtu si i takon atij derisa i erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij në përgjithësi. Fjala më e mirë është libri i Allahut, rruga më e mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në zjarrin e xhehenemit. O robërt e Allahut, druhuni Allahut të lartësuar, dëgjoni thirrjen e tij, përgjigjuni urdhrave të tij dhe largohuni ndalimeve të tij që të mëshiroheni. Vëllezër besimtar, shumë prej mjeteve të informimit nga koha në kohë dalin me përqeshje dhe nënçmim të mbulesës së gruas muslimane dhe sulmojnë atë duke e përshkruar si prapambeturi dhe mos integrim në botën e përparuar që ka shkuar në hënë. Këta akuzues ndahen në grupe të ndryshme. Disa prej tyre e mohojnë tërësisht faktin se mbulesa është obligim fetar. Disa prej tyre flasin kundër mbulimit të ftyrës dhe bëjnë thirrje që gruaja të zbulohet dhe të përzihet me burra. Disa janë edhe më të çmendur dhe thonë se mbulesa është shtypje dhe burg për gruan dhe bëjnë thirrje që të çlirohet nga mbulesa duke e detyruar të vishet sipas qefeve të tyre. Të gjithë këta janë të përbashkët në ignorancën dhe thirrjen e tyre për devijim. Fjalët e këtyre njerëzve janë të kota dhe gënjeshtra. Vetë fjalët e tyre janë argument kundër tyre dhe fillimi i fjalimit të tyre e përgënjeshtron fundin dhe fundi e kundërshton fillimin. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, wallahu ya'lamu a'malakum." Por ti do t'i njohësh ata sipas mënyrës së shprehjes së tyre. Allahu i di veprat tuaja. Thirrja e tyre është komplot i demaskuar kundër gruas muslimane, kundër familjes, kundër shoqërisë dhe kundër gjithë umetit. Mbulesa është adhurim ndaj Allahut dhe është një prej adhurimeve më të mëdha dhe obligimeve më të rëndësishme, sepse për të ka urdhëruar Allahu në librin e tij dhe e ka ndaluar të kundërtën. Për të ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij dhe e ka ndaluar të kundërtën. Të gjithë dietarët e umetit të vjetrit dhe ata të kësaj kohe janë unanim se mbulesa është obligim dhe këtë nuk e ka kundërshtuar askush. Prandaj, kur dikush pretendon se mbulesa është e veçantë për ndonjë vend, jo për vende tjera, ose për ndonjë kohë specifike dhe jo për të gjitha kohrat, ai flet pa dituri dhe shpif në fenë e Allahut. Ne themi,
edhe nëse nuk kishte pasur asnjë argument sheriatik se mbulesa është obligim. Përsëri mbulesa do të ishte moral i lartë dhe përsosmëri e mendjes. E si të themi, kur për të gjejmë urdhra të shumt në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihin." Thua ju besimtarëve që ta ulin shikimin e tyre, ta ruajnë nderin e tyre dhe të mos i shfaqin stolit e tyre përveç atyre që janë të dukshme. Le ta hedhin mbulesën e kokës mbi gjokset e tyre. Dhe në fund të ajetit thot: "Wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe të mos i rrahin këmbët për tokë në mënyrë që të mos duken stolit e tyre të fshehta. Të gjithë ju e besimtar, kthehuni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin. Aisha radhiyallahu anha ka thënë: Allahu i mëshiroft gratë e muhaxhirëve. Kur zbriti ajeti "Wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihin", le ta hedhin mbulesën e kokës mbi gjokset e tyre, ato pren nga fundi i mbulesës dhe u mbuluan me të. Allahu i lartësuar ka thënë: "Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, wa kana Allahu ghafurar rahima." O profet, thua ju grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që ta lëshojnë mbulesën e tyre të kokës mbi trup. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos shqetësohen. Me të vërtet, Allahu është falës dhe mëshirues. Komentuesi i Kuranit, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, në shpjegimin e këtij ajeti ka thënë: Allahu i ka urdhëruar gratë besimtarve që kur të dalin nga shtëpia për ndonjë nevojë, ta mbulojnë fytyrën nga koka me xhilbab dhe ta zbulojnë syrin. Shekh Ibn Uthaymin, Allahu më mëshiroft, thot: tefsiri i sahabiut është argument. Madje disa dietar kanë thënë se kjo fjalë e ka kuptimin e hadithit marfu'. Ummu Salama radhiyallahu anha ka thënë, kur zbriti ajeti "Yudnina alayhinna min jalabibihin", ta lëshojnë mbulesën e tyre të kokës mbi trup, gratë e ensarve dolën sikur të kishin korba mbi kokë nga mbulesa e tyre. Në ajet tjetër, Allahu i lartësuar thot: "Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Kur të kërkoni prej grave diçka, kërkojeni prapa perdes. Kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të atyre. Argumentet për mbulesën nga suneti janë të shumta. Nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-mar'atu 'awra, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan." Gruaja është auret. Kur të dalë jashtë, i bashkangjitet shejtani. Transmeton Tirmidhiu dhe Albani thotë se është sahih. Nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah." Kush e zgjat rrobën nga mendjemadhësia, atë nuk e shikon Allahun ditën e gjykimit. Ummu Salama radhiyallahu anha ka thënë: "E si të veprojnë gratë me mbulesën e tyre?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mund ta lëshojnë një pëllëmb." Ajo ka thënë: "Atëherë do të zbulohen këmbët." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mund ta lëshojnë një parakrah, por jo më shumë." Edhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe Albani thotë se është sahih. Shikoni si gratë e ndershme kanë negociuar dhe kanë këmbgulur që t'u lejohet që mbulesa e tyre të jetë më e gjerë, më e gjatë dhe më gjithëpërfshirëse. Nuk kanë kërkuar leje që mbulesa të jetë më e ngushtë, por kanë kërkuar të jetë më e gjerë. Nuk kanë kërkuar që mbulesa të jetë më e shkurtër, por kanë këmbgulur që të jetë më e gjatë. Këto janë gratë e xhenetit, radhiyallahu anhun. Kurse thirrësit e prishjes dhe avokatët e shturjes pretendojnë se mbulesa është fenomen i prapambeturisë, ose se mbulesa e pengon gruan nga përparimi dhe ngritja. Atyre u themi, janë shoqërinë tonë për një kohë të gjatë, sidomos në kohën e komunizmit, gruaja e hoqi mbulesën dhe u zhvesh. A përparoi shoqëria jonë kur gruaja e hodhi mbulesën?
A u rendit kombi ynë në mesin e kombeve të ngritura dhe të fuqishme? A u bën shtetet tona shtetet mëdha dhe të respektuara? Gruaja shkeli mbulesën me këmbë, por a u liruam ne nga problemet ekonomike dhe shoqërore? Përgjigjja është e qartë dhe nuk ka nevojë për shumë detaje. Atëherë, pse këta thirrës vazhdojnë të kërkojnë nga gratë dhe bijat tona që ta heqin mbulesën dhe të zhvishen sipas qefit të tyre? Edhe këtu përgjigjja është e qartë. Ata nuk duan që gruaja të arrijë pozita të larta, por duan që ata të arrijnë te gruaja. Nuk e duan lirinë e gruas, por e duan lirinë e arritjes te gruaja. Gruaja ka mundësi të punojë në fusha të shumta që janë të përshtatshme me natyrën e saj. Mund të jetë mjeke, mësuese, profesoresh dhe shumë të tjera, ku mund të kontribuojë për shoqërinë, kombin dhe ummetin. Nëse jeni të sinqert, atëherë bëjani të mundshme që ajo të shkollohet dhe të punojë sipas rregullave dhe ligjeve të fesë islame. Ndihmoni që t'i bindet Allahut, ta ruajë nderin, ta shërbejë familjen dhe të kontribuojë për shoqërinë. Ky ummet është ngritur kur ka pasur gra të ndershme dhe të devotshme. Gruaja ka qenë edukuar dhe mbuluar, prandaj ka nxjerr burra të fuqishëm, dietar të mëdhenj, luftëtar të rima, udhëheqës të drejtë. Kur e ka humbur gruaja vendin e saj, është dobësuar gjendja jonë. Prandaj o musliman, përkrahni gratë tuaja që të largohen nga zbulimi dhe përzierja me burrat huaj. Ndihmoni që ta ruajnë mbulesën dhe mos e zbulojnë bukurinë duke u përngjasuar kështu me armiqtë e Allahut. Dijeni se heshtja ndaj të keqes është pjesëmarrje në të keqe dhe ngarkim me mëkat. Dijeni se ardhmëria i takon kësaj feje. Përfundimi i mirë është për besimtarët e devotshëm dhe shkatrimi është për të padrejtët. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëth të dobishëm çdo urtësi në to, secilin për kujtim dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falës i mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Gjithë lavdia I takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm dhe I pastër nga çdo ortakri, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut, I cili thiri për tauhid, për moral dhe për çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time për ruajtje dhe takua ndaj Allahut. Kush I ruhet Allahut, ata Allahu e ruan, e ndihmon dhe ai I mjafton. O robërt Allahut, dijeni se femra është pasuri dhe përgjegjësi. Me të njeriu mund të arrijë kënaqësinë e Allahut dhe xhenetin, nëse e kryen detyrën ashtu siç ka urdhëruar Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kanat lahu thalathu banatin fa sabara alayhinna fa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban min an-nar." Kush ka 3 vajza dhe është durimtar ndaj tyre, u jep të hanë dhe të pinë dhe u asiguron veshmbathjen sa ka mundësi, ato do të jenë mburoj mes tij dhe zjarrit. Transmeton Ibn Majah dhe Ahmedi dhe Albani thot sahih. Po ashtu në hadith tjetër ka thënë: "Men kunna lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhun wajabat lahu al-jannatu al-batta." Kush ka 3 vajza, të cilat I strehon, I mëshiron dhe kujdeset për to, për të bëhet obligim xheneti domosdoshmërisht. Një njeri tha: "O I dërguari I Allahut, edhe ai që ka 2", pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Edhe ai që ka 2". Disa prej të pranishmëve e kuptuan se po t'i thoshin edhe një, do të thoshte edhe një. Transmeton Buhariu në Al-Adab al-Mufrad dhe Albani thot sahih li ghayrihi.
A e kuptoni ju o baballar, pse edukimi i vajzave në veçanti është shkak për të hyrë në xhennet? Sepse kur ta edukosh vajzën si duhet, ajo të mbron ty, ta mbron derin dhe ta zbardh fytyrën. Kështu ajo është e dobishme për vendin dhe shoqërinë në përgjithësi dhe me këtë ti ke kontribuar për ngritjen e umetit musliman. Prandaj edukoni vajzat me edukat të saktë islame dhe mos u brengosni për njerëzit që sulmojnë, të cilët duan të kenë hise te vajzat tuaja. Ruani vajzat që të arrini lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Udhëzoni ato që t'i kenë shembull dhe model nënat e besimtarve, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe gratë e sahabeve. O Allah, na udhëzon edhe fëmijët tanë, vajzat tona dhe drejtoj në rrugë të drejtë. Jepu kuptim të saktë të fesë dhe zbukuroj ato me nder, turp dhe edukat. Pasuroj me mbulesë dhe bëj shembull për femrat e devotshme. O musliman, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا الآخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.